Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Në një kohë kur çmimet e apartamenteve dhe vilave po thyen çdo rekord, ndërsa fuqia e blerësve e qytetarëve mbetet e kufizuar, lind pyetja më e madhe. Kush po I blen realisht këto prona luksoze dhe a kemi të bëjmë me një treg normal apo një flusk që po fryhet çdo ditë? Për këtë kemi të ftuar Orges Betin. Orges, mirë se erdha. Faleminderit, mirë se u gjeta. Falenderoj që pranove të jesh pjesë e emisionit Vibe. Kënaqësi. Çmimet e pronave po rriten çdo muaj. Jemi përballë një tregu real apo një fluske që mund të plas? Nuk mendoj, ekonomia shqiptare në tërësinë e saj është një ekonomi informale, edhe nuk besoj se ne ende jemi në pikën që sot mund të diskutojmë për një flusk. Sigurisht që zhvillimet e fundit kanë efektin e tyre, por nuk mendoj se jemi para një fluske. Si shpjegohet që në një vend me paga relativisht të ulta, shiten vila me 500.000, 1 milion, apo dhe 3 milion? Po. Kush I blen? Sigurisht që Shqipëria tashmë në 36 vite ka biznesmenë që kanë bërë para, kanë bërë biznes, kemi të huajt, kemi shqiptarët e diasporës, cilët kryesisht vilat I kanë një standard I caktuar I klienteles ose një standard I caktuar I qytetarëve. Në tërësi nuk zën më shumë se 3% të totalit të gjithë shitjeve vilat. Kështu që ka klientë cilët kanë mundësi financiare të përballojnë, kuptohet që vilat kanë facilitete, hapësira më të mëdha, kanë komoditetin, numrin e dhomave, por edhe një standard pa diskutim jetese më të lartë. Pra, jo të gjithë klientët janë të prirur apo kanë mundësinë të blejnë vila. Kjo është për një kategori të caktuar, të cilët kanë dhe anën financiare për të përballur. A janë shqiptarët ato që kryesojnë? Për vilat pa diskutim po, shqiptarët, sigurisht. Sa vila shiten mesatarisht në muaj? Nuk kam një statistikë sepse kjo është një gjë që duhet ta shikojmë në tërësi. Unë mund të flas për ato që unë di. Aktualisht në Durrës, Tiranë. Zonat kryesore për vilat le të themi është Tirana, është Jugu, që mbajnë po themi Durrësi nuk është tek vilat, kryesisht është apartamentet e banimit apo edhe tek shtëpitë individuale. Çfarë profili kanë blerësit e sotëm, politikan, biznesmen? Tek ne nuk vijnë politikanë, përgjithsisht politikanët I zgjidhin nëpërmjet ndërtuesve, apo edhe ndërtuesit me njëri tjetrin I zgjidhin, pra bëjnë clearingje, shkëmbime, dikush ka produkte të një natyre, po themi aluminin, hekrin, betonin, dikush ka rendit shtëpiake, dhe në Shqipëri ne kemi masive dhe clearingu, pra shkëmbimin e produktit e mallit me mall. Nga ana tjetër kemi dhe po themi një kategori të caktuar të klientëve, të cilët blen me këste, pra duke u drejtuar po themi me pjesë parapagimi apo edhe me bankat me financim bankar. Apo blien më shumë për të jetuar apo për të parkuar para? Ka dy këndvështrime. Një pjesë atyre që kanë domosdoshmëri sigurisht që zgjedhin për banim, nga ana tjetër ka dhe prej tyre që zgjedhin për investim. Shikoj, Shqipëria nuk është se të ofron shumë sot mundësi që ti të kesh bursë apo të kesh tregje për të investuar, dhe real estate dhe prona kryesisht konsiderohet si një investim I sigurt për gjithë ata të cilët duan le të themi ti përfshihen në këtë industri. Për shembull, marrim një rast konkret. Në rast se ju do të merrni ose do të krijoni një biznes, një agroturizëm, një bar, një restorant, një pizzeri, një fasoneri apo një aktivitet të ndryshme, sigurisht do të kesh sfida të jashtëzakonshme nga fuqia punëtore, të lëndët e para kështu me radhë, dhe njerëzit si pragmatistë sigurisht që zgjedhin dhe të drejtohen tregut imobiliar sepse është një treg I qëndrueshëm dhe në 36 vite ne nuk kemi parë që ky treg të ketë po themi një rënje apo të ketë një zhvlerësim të vlerës së apartamenteve. Ka prona luksoze që po shiten cash dhe jo me kartë bankare. Sa e zakonshme është kjo dhe a duhet na shqetësoj si fakt? Kjo duhet provuar, pra unë nuk mund të them sa përqind ka. Ta mohojmë si fenomen, nuk do ishim sinqert, por në Shqipëri ka një drejtori që është drejtoria parandalimit pastrimit parave, e cila duhet të bëjë po themi monitorimin e gjithë rasteve rast pas rasti. Por që të përgjithsojmë dhe të themi në përgjithësi, nuk mund ta themi dot, po edhe nga ana tjetër të bëjmë sikur nuk ekziston si fenomen, po themi me çfarë shikojmë, nuk mund ta injorojmë si gjë, por ka institucione që do të bëjmë punën e tyre dhe besoj që A mendoni se tregu I luksit po përdoret për pastrim parash apo kjo është një tezë e egzageruar? Nuk di të them eksaktësisht apo përdoret apo jo, por di të them që ka indicie nga organet ligjitbatuese dhe shumë mirë që ka, nëse vërtetohet, sigurisht gjithë secili do të marrë përgjegjësi penale, kush është mbi 18 vjeç, është I rritur dhe I ka dalë për zot vetes, t'japi llogari. Por ta bëjmë pjesë gjithë industrinë dhe gjithë sektorin. Shqipëria ka mbi 3000 ndërtues
të cilët ndërtojnë dhe nuk mund të përgjigjsojmë të gjithë ndërtuesit apo të gjithë individët që merren me këtë sektor. Sigurisht që brenda tyre ka dhe individ të cilët nëse provohen duhet marrin përgjegjësi ligjore pa diskutim. Një vilë 1 milion euro në Shqipëri. Çfarë ofron realisht që justifikon atë çmim? Shiko, mbase ajo mund të jetë dhe 200.000 euro dhe nuk e justifikon për një person, mund të jetë dhe 3 milion euro dhe justifikon. Pra, ka të bëjë lokacioni, ka të bëjë orendia, ka të bëjë mobilimi i brendshëm, zona se ku ndodhet. Pra, janë një seri elemente që definojnë një çmim. Nga ana tjetër duhet të kuptojmë dhe unë e them shumë shpesh që një pjesë e madhe e vilave, qoftë dhe apartamente apo edhe pallateve ose kullave, kryesisht ka një proces goxha të gjatë derisa të arrijmë aty. Dhe një nga proceset më të vështira që është negociata me pronarët e trojeve, të cilët kanë vlera shumë të mëdha. Nga ana tjetër janë projektet në zbatim të projekteve fati madh sot në Shqipëri, që ne kemi disa nga projektet nga arkitektët më të mëdhenj ndërkombëtar që janë në Shqipëri. Pastaj kemi taksën ndikimit në infrastrukturë, kemi taksën streamit social, lëndët e para mbas luftës në Ukrainë dhe mbas tërmetit, le të themi, kanë pësuar një rritje, kështu që ka një seri elementesh që çmimet shkojnë në këtë pikë. Pastaj a justifikon, a është i gatshëm një blerës të paguaj për këtë pronë? Kjo është zgjidhje individuale gjithë secilit në raport me atë çfarë i posedon. Sa shpejt shitet një vilë luksoze? Flasim për vite, muaj? Nuk është e shpeshtë, realisht jemi korrekte dhe të sinqert. Një vilë është shumë herë më e vështirë se sa një apartament apo se sa një shtëpi për të shitur, sepse siç e tham ka kritere të ndryshme, ka klientelë për zgjedhur dhe klientela e cila është e gatshme të paguajë dhe të blej vila është një klientelë, po themi, e kufizuar në këtë sektor. Cila është vila më e shtrenjtë që keni parë të shitet kohëve të fundit? Nuk kam një shifër, por më e shtrenjta në fund me çfarë kam dëgjuar, ka qenë një vilë diku te 3 milion euro, në mos gaboj, diku në jug. Por nuk e kam shitur unë dhe e kam të dëgjuar, pra duhet ta vërtetoj që është e tillë apo jo, sepse ka dhe shumë spekullim në këtë treg. Pra disa për të treguar këtë, ka dhe shumë kolegë fëmijë që bëjnë her pas here si diskutim, pra për shifra, për vlera, gjë e cila më duket jo fort korrekte dhe është një mungesë, në bindjen time, mungesë etike, mungesë edukate. Në fund fare ne në gjithë të transakcion marrim një pjesë shumë të vogël, por ajo që shitet dhe i tregohet njerëzve është sikur vërtet këtu bëhet nami dhe gjithë fitime. Dhe nuk më pëlqen të jem jo korrekt dhe këtë prepotencën dhe këtë arrogancë për treguar se çfarë kemi bërë sa është e madh. Nuk di të them, por në bindjen time kjo është shifra që kam dëgjuar. Po shohim shumë kërkesa për vila me pishinë, smart home apo vila me privatësi totale. Po. Çfarë përkërkon një klient i pasur në 2026? Fakti që një pjesë e madhe e njerëzve sot kërkojnë atë privacy-n, gjë të cilën nuk e gjen masivisht, prirën për sa kohë shpenzon vlera financiare të kësaj natyre, ka të drejtën ta kërkojë edhe komoditetin dhe relaksin dhe qetësinë dhe privatësinë e tij dhe të familjarëve të tij, pa diskutim, se në fund fare prandaj po e bën këtë shpenzim. Është, po themi, një nga trendet e fundit, privatësia. Nëse dikur donin që një pjesë e madhe të ekspozonin atë luksin, vanitetin që kishin, tashmë njerëzit po kuptojnë që në fund fare e rëndësishme është jetohet për vete dhe të shijosh ato të mira që ke. Nëse dikush ka 500.000 euro sot, ku ja këshillon të investoj? Apartament apo vilë? Jo. Poste parkimi në Tiranë. Për mua është investimi më i sigurt. Është investimi me zero kosto. Dhe është investimi i gjatë. Tirana sot po kthehet në një qytet metropol. Zhvillimi që Tirana ka do ta bëjë të pamundur gjetjen e parkingeve. Nëse një familje dikur ka patur një makinë që po themi konsiderohesh në disa raste edhe luks, tashmë makina është domosdoshmëri, pra është një mjet jetik për të jetuar dhe mendoj që parkingjet do të jenë një mundësi shumë e mirë investimi dhe do të jetë një nga kërkesat më të mëdha që do ketë tregu. Pyetjet që po e bëjnë të gjithë, apo vazhdojnë të rriten çmimet apo do ketë një ulje? Unë gjej shpesh këtë gjë, e them gjithmonë. Shiko, është shumë e kollajt të jesh populist dhe thuash atë që njerëzit duan të dëgjojnë. Po mendoj që nuk është e shëndetshme. Për sa kohë ne kemi zgjedhur të jemi njerëz publike dhe të marrim një qëndrim, sigurisht që qëndrimet tona nuk janë asnjëherë absolute, janë sipas bindjeve që ne kemi. Unë bëj pjesë tek kategoria e njerëzve që mendojnë që në Shqipëri çmimet në këtë fazë për disa vite nuk do ulen. Për arsye sepse të dhënat dhe treguesit që un kam nuk më japin këtë indicie. Nëse do të flisnim për një ulje, duhet që të kisha një analizë dhe një panoramë të qartë të gjës pse do kemi ulje. Nëse neve sot jemi në një fazë në cilën Shqipëria së shpejti pritet
të jetë pjesë e familjes europiane. Unë mendoj që në Shqipëri do ndodhi një proces siç ka ndodhur në gjithë vendet që janë bërë anëtarë të Bashkimit Evropian, si Kroacia, Rumania, Bullgaria, që edhe atje çmimet janë arritur me 30-40%. Kështu që edhe në Tiranë pres sërish të ketë një rritje. Besoj nuk do të jetë kjo rritja dyshifrore që ka ndodhur nga viti 2022 deri në 2024, le të themi, por gjithsesi unë mendoj që do të ketë një rritje progresive, le të themi, por që për një ulje nuk shikoj në horizont të kemi një. Tani do ma thuash sinqerisht. Kush po blen vila 2 milionë euro sot në Shqipëri? Po ka shumë, shiko, shqiptarët në 36 vite kanë bërë biznes. Kanë krijuar kapital dhe një pjesë e madhe e tyre zgjedhin nëpërmjet financimit të bankës. Edhe kjo që ekziston masivisht, pra me para në dorë, është një gjë që unë nuk e provoj dot. As noteri nuk e provon dot. Thjesht janë me të dëgjuar. A mund të ketë? Mundet, po edhe mund mos ketë. Sepse një njeri që bën një vlerë të tillë investimi, sigurisht në një moment caktuar e di shumë mirë që nëse ka gabuar diku do të paguajë këtë kosto. Nëse ajo para vjen nga kanale të ndryshme, sigurisht ai do japi llogari. Pra nuk është kaq komode dhe kaq e lehtë për çdo që blen një pronë të tillë për të mos patur një element sigurie. Dhe pjesa më e madhe çfarë kanë vënë në re, i drejtohen sistemit bankar të bankave të nivelit 2 për të financuar, sepse tashmë një pjesë e madhe e projekteve financohen edhe në fazë grope, pra në fazë të hershme. Gjë që ja mundson njerëzve që t'i drejtohen, po themi, bankave për të marrë financim, sepse një që ka këtë kapital sigurisht që ka dhe mundësi financiare ta paguajë kostin që lind nga kontrata. Urgesun të falenderoj shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi. Dhe shpresoj të vish ditë të tjera. Patjetër, me kënaqësi.